E diskutove që je në anë edhe një djali. Sot ka ndikun të është në karjerë, se edhe kjo diskutohet shumë rrjetet sociale, po besoj që kur një nanë dënë mi bo dyat mirë, të dyat ka mi bo mirë. A të ka ndiku diçka ty në karjerë, ardhja fëmis? Po, ka ndiku veç për të mirë, mu me thonë. Ma herët kom punu shumë, me orare shumë atë zgjatuna. Kom punu 2 punë, kom këshyre dhe 3 puna me i botë. Edhe tash e shët që bëj një punë ma të rëndësishme njëtë që kam, të qenjë rritë nanë, edhe njëtë edhe karriera vazhdojnë me qenë e sukseshme. Unë thamë gjithmonë që martesa dhe mëmësia më ka bo me mu qelë rrugë të reja dhe halo ma të mira se sa që i kom pas. Momentin që kër e kom marrë vesh që jam shtazon, kom menu që përfundoj gjithçka. Përfundoj gjithçka, përfundoj karriera jam, me kom pas një depresion gjatë shtazanis edhe pas lindjes. Mirë po, mu ka dasht shumë pak kohë me marrë vetën. Mu e tepër shumë ka ndimu TikTok-u, si në shtazani, si pas lindjes. Po vazhdojmë të një deklarat tjetër e mandej për TikTok-un dhe rrjetet sociale, i kemi të bashkangjitura në një temë shumë të bukur sot. Mos e mendo shumë, postoje, testoje, Kaltrina. Kjo vjen pak për prizmit si social media manager që merret edhe me klient, po edhe me individ të ndryshëm që sidomos me individ edhe të rinj që hezitojnë me postu për shkak të paragjykimeve që veç u diskutuan deri tash edhe komenteve negative, po thonë çka mendojnë rreth jam për mu njohin ndryshe, nëse ne dal foli për çet temë, ka komente që thonë a u bën ti me fol për çet temë ose diçka, ose a ka me pas sukses ajo, unë gjithë ju them që kur algoritmit kur s'mundesh mja qëllu 100%, e postojnë, e testojnë, e shet qka po dhezë ma shumë, qka jo, qka e pëlqenë audienca, qka jo, po dikon do shmja njësë. Se nëse veç e këshyrim ka plët edhe kësi thonjë në rrjetet sociale që thonjë, menoje të dje për shambull 10 postimet e fundit që a i ke po. Edhe s'mundet me të kujtu se jena 24 orin atë mbullun prej informacioneve, kështu që kërkush s'nalet me minu që ka bo Kaltrina, që ka qidje në TikTok, e sot me kriju një përshtypje te për të keqe. Po mendoj që asish desht njerëzit për para se me postu një video me mendu pak, mos me postu gjithë shka, asish dasht pak me mendu, pengon mu kjo video pas 5 viteve, që ka me qarkullu, ka me met arhiv në rrjetet sociale, asish desht pak me logjiku pak ma te për adoleshentët, se jo gjithë shka që po e shojmë, sot është shumë etike, me thonë. Po, pikrisht e kom njësë kështu, njëm të ju drejtu njerëzve që në mas pari mitet të mdhejt e tutje, jo në zonësave shkollave të mesme ose fillore. Normalisht që dush me menu se mas pari dush me pas një ide që shpëdën me kriju, dush me hipa këllum tem që ka është trend në TikTok ose në rrjetet tjera sociale, edhe që ka dënë ti me përqu me qatë mesaj. Po që ajo overthinking që e bujna para se me postu di shka ka 100 herë, ja u dërgujna njerëzve të në kona ashtë okeja, muj me postu, as bëna, mus nuk është koha